Nuk është thaqi i vetmi që është refuzuar kërkesa për të qenë pjesëmarrës në varrimin e prindërve? Po tash nuk ka dhe kuptim, sepse kërkesa ishte natyrës urgjente, pra pjesëmarrja në ceremoninë e varrimit, pra s'ka çka të bëjë mbrojtja këtu. Ajo duhet të trajtohej brenda fateve të urgjencës, pra ti mundsoj zotërit thaqi pjesëmarrja në varrim. Sa i përket kësaj të drejtë, kjo e drejti është mohuar dhe Hashim Thaçi është përsekutuar politikisht edhe në sytë e publikut dhe simpatizantëve të tij, sepse ne pam që vizita në QKU e zotërit Thaçi u përcëll nga shumë njerëz përveç familjarëve dhe patin interesim të madh dhe mënyra se si u plasua në publik ndoshta zyra prokurorit special, sepse edhe gjykata special, do të thonë edhe gjyqtarët edhe prokurorët në Hag janë në një linjë, pra nuk ka një vijë ndarëse dhe nuk pritet në gjykim i drejtë në këtë kuptim. Prandaj nuk ka kurfar kuptimi ma të shqyrtohet nga mbrojtja apo të bëjë ankesë sepse ka përfunduar ceremonia e varrimit. Po ndoshta për rastet të ardhshme zotëris Makiqi që ti paraprihet e përmenda, nuk është Hashim Thaçi rasti i vetëm, ka qenë rasti edhe tek Kadri Veseli që i është mohuar prania. Edhe Haxhi Shalës, edhe Kadri Veseli i është mohuar prania, pra atë që e tha edhe Azdreni shumë e vërtet, pra kemi të bëjmë me një gjykatë e cila i përngjan mes jetës. Pra nuk njohin asnjë minimum të standardeve të humanizmit. A besoni që shumë më humane kanë qenë gjykatat e UNMIK-ut dhe ICT-ja, pra gjykata penale ndërkombëtare për Jugosllavi, ka qenë më humane dhe e dim që ishin liruar për ceremoninë e varrimit, sa e diun e zotëria Haradinaj edhe kushdo që ka pas. Edhe po edhe zotëri Daut Haradinaj ka qenë në burgjet e UNMIK-ut dhe është liruar për ceremoninë e varrimit një familjare. Prandaj të gjitha gjykatat që kemi pa deri më sot, ndoshta shumë absurda me thonë, po ndoshta të ishte Hashim Thaçi arrestuar edhe në kohën e luftës, ndoshta do t'i mundsoj ceremonia ose laptomira fundit ndoshta edhe nga i shtet barbar i viteve 98-99. Nuk është e parë në praktikën gjyqësore të trajtohet ose të keq trajtohet një i paraburgosur siç po ndodh Hashim Thaçi. Po, dërga zotëri Shala, si mund të ndikoj, realisht e dim që në këto veprimet e fundit të specialës, vetë se kam pasur një ndikim negativ